Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me situatën në banja termale të Bënjës. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë pamje nga zona ndërsa shprehet se gjithë gjendja e përfolur prej 24 orësh nuk është gjë tjetër veç se një tjetër raketë digjitale e kthyer në lajke dhe mallkime ndaj qeverisë. Prej 24 orësh është lëshuar një tjetër raketë digjitale që algoritmi e ka shpërthyer në qindra mijëra lajke e mallkime për shkatërimin, betonizimin dhe tharjen e banjave termale të Bënjës. Me të njëjtën metodë dhe me ndihmën e të njëjtave duar të huaja që i dhan algoritmit dopingun për një turravrap të paparme për hapjen e alarmit për flamingot, organizatorët e kësaj trazire që synon të rrëzojë qeverinë e të kthejë mbrapa Shqipërinë duke manipuluar njerëzit që kanë shqetësime të sinqerta, kërkojnë ta kthejnë Bënjën në një kasus belli të ri. Kushdo të vërtetën e ka në këtë video. Sot nga banjot e Bënjës, ku s'ka flamingo, s'ka shitblerje, s'ka pronar e as konflikte pronësie, po ka thjesht një projekt publik rigjenerimi e rilindje urbane në funksion të mënyra e mira vizitorëve e turistëve që shkojnë aty çdo vit, shkruan Rama.